Mirëdita, ja tek vim edhe në pjesën e dytë të programit. Jemi sërish bashkë dhe do të qëndrojmë deri në orën 13, sepse do të flasim edhe për dy tematika të tjera që sigurisht kanë të bëjnë me shëndetin tonë, në mënyrën se si duhet jemi sa më të kujdesshëm për të pasur një shëndet sa më të mirë. Fillimisht ndjekim sikletën dhe më pas do t'ju them se këtë do të kem në studio dhe për çfarë do të flasim. Në kutimin e ndihmës së shpejtë sot do të flasim për atë kuti të ndihmës së shpejtë e cila është mjekësore, është profesionale, por të gjithë ne duhet ta kemi në ambientet ku punojmë, por gjithashtu edhe në shtëpia. Me mua në studio do të jetë zoti Studim Hysa, pedagog dhe trajnues për profesionet e shëndetësisë. Eja i nderuar. Faleminderit që jemi ne sot. Shumë faleminderit që je këtu për të bërë me dije për të gjithë teleshikuesit se cili është kujdesi që duhet kemi për sa i përket ndihmës së parë. Do të drejtohemi në këndin tonë këtu. Dhe besoj që i kemi të gjitha për të qenë sa më konkrete dhe për të informuar sa më shumë. Tani çfarë përmban kutia e ndihmës së shpejtë, sepse kutia e ndihmës së shpejtë mjekësore. Patjetër, kjo është një çantë, siç e shikoni, goxha e komplikuar, sepse ka goxha pajisje edhe mjekësore më të mëdha, përveç atyre që ne duhet kemi në shtëpi. Natyrisht këtu kam nxjerr disa pajisje të cilët ne dhe mjetët do t'i përdorim. Normalisht secili nga ne duhet të jetë i trajnuar, po themi dhe i përgatitur për të vepruar në një rast emergjente, në një situatë ku mund na ndodhi në shtëpi, në familje, në rrugë, në çdo moment mund të kemi një vështirësi të jetës, një person i cili po vuan dhe po pret tjetër do me thënë ndihmën tonë që ne të veprojmë. Kjo është një ndër ato çanta që mbajnë edhe mjekët apo edhe ata të cilët... Kjo është çanta vërtet që mbajnë profesionistët e shëndetësisë në urgjenca që keni parë dhe që normalisht ka të gjitha materialet e nevojshme që të ndërhyjmë. Ne duhet të mësojmë diçka, duhet të kemi dhe në çdo ambient, në shtëpi, duhet të kemi në institucione publike dhe private, të cilët e kanë dhe detyrim ligjor që të kenë kutinë e ndihmës së parë mjekësore, sepse ajo është shumë e rëndësishme për faktin sepse nëse e kemi atë dhe mund të veprojmë, atëherë mund t'i shpëtojmë jetën personit, sepse ajo përmban materialet, duke filluar nga ato materialet të cilët neve ruajmë vetën tonë. Po cilat janë disa prej atyre materialeve që përmban, po edhe që ne mundet t'i përdorim, sepse kam përshtypjen që një pjesë të mirë ndoshta edhe nuk i njohim. Absolutisht, patjetër. Unë do t'ju shpjegoj në vija të përgjithshme disa nga materialet të cilët e para gjë ne duhet të mbrojmë veten tonë. Nëse ndërhyjmë në një situatë, kush janë? Doreza duhet t'i kemi këtu gati, gjithmonë disponibile. Një maskë. Maska duhet t'i kemi aty të gatshme, mos kemi kontakt drejt për drejt nëse kemi atë merakun gjithmonë të mos kemi kontakt me lagështyrën ose me pjesën e personit. Tjetër, neve na duhen, nëse kemi një gjakderdhje, duhet ta parandalojmë. Do ta lidhim, do ta pengojmë, do ta bllokojmë gjakderdhjen dhe patjetër që do ta fashojmë më pas. Po si pengohet gjakderdhja për shembull, nëse plaga është fjala bie në damar? Shumë mirë, shumë e saktë. Atëherë mund ta bëjmë edhe sa më praktik. Ku vendoset? Patjetër. Atëherë, nëse kemi një gjakderdhje, ne gjëja e parë do ta kuptojmë nëse është arteriale ose venoze, pse ka diferencë, sepse nga mënyra se si del gjaku. Nëse gjaku del me presion, pra dhe është ngjyra e kuqe dhe hapur, jemi arterial, dhe kështu që mund të dalim me presion dhe çfarë bëjmë ne? Direkt gjëja e parë, normalisht kemi përgatitur materialet, kemi garza sterile, e bllokojmë dhe normalisht bëjmë fashimin. Bravo, bëjmë fashimin dhe ja ku jemi. Nëse kemi një gjakderdhje e fuqishme, normalisht në 4 gishta më lartë, duhet ta bllokojmë, sepse nuk na mjafton vetëm tamponimi, duhet të bëjmë bllokimin. Pra, nëse gjakderdhja është fjala bie në zonën e damarit, dhe është shumë e fortë, dhe bëjmë 4 gishta më lartë, vendosim bllokimin me një shirit ose me mjetet rrethanore, sepse çfarë ndodh? Jo gjithmonë do t'i kemi këto, dhe një ryp, dhe një lidhse, një bluzë mund ta grisim dhe patjetër mund ta vendosim. Në rastet e një gjakderdhje, duhet kemi këto materiale. Nëse kemi një rast gjendje të fikti, duhet të shikojmë një person, nëse shikojmë që nuk ka shenja jete, atëherë ne do të bëjmë një kontroll dhe do të krijojmë ndihmën e shpejtë pastaj. Do të mësojmë. Pjesa e gjendjes së të fiktit, a është një moment ku duhet të ndalemi sipas jush si ekspert dhe si patjetër, sepse shumica e njerëzve ka situata të ndryshme ku ne mbase mund t'i referohemi edhe lodhja e tepruar. E vërtet. Jo, gjendja e fiktit mund të ndodhë nga një lodhje, nga temperaturat e larta, edhe ndodhë në një moment të caktuar, kputet trupi dhe ndodhë që personi bie.
çfarë ndodh në këtë moment? Ne themi edhe që ndjeva një kputje më ra sheqerin, të thëna të gjitha në gjuhë popullore, po unë nuk e di se sa të saktë jemi ne kur shprehemi kështu. Pse themi të kutja ndihmës së shpejtë duhet të ketë gjitha pajisje? Këtu kemi edhe aparatin e glukometrit, i cili është posaçërisht për të marrë edhe sheqerin në gjak. Nivelin e glicemijës, kështu që mund ta bëjmë edhe një improvizim pastaj, por duhet të ndalem tek pjesa e parë që the, nëse një person ka humbur koshiencën dhe bie të fikat, çfarë duhet bëjmë? Në këtë rast, nëse personi sapo ra në syt tan ka rënë, ne duhet të përpiqemi të ngrejmë këmbët, sepse duhet të kthyer qarkullimi i gjakut dhe një herë dhe personi mund të hapë syt dhe më një herë. Një. Tentativa e dytë është që personi ndodhet për një kohë të gjatë, i cili ka rënë rrugët e frymarrjes, janë bllokuar, mund të mos ketë oksigjen dhe këtë duke ngritur kokën lart është një metodë e cila do ta shpjegojmë. Ngrej kokën lart, këtu lirohen rrugët e frymarrjes dhe personi mund të marrë frym lirshëm, sepse shumica çfarë bëjnë gabim? Bëjnë gabime, tentojnë t'i japin gojën me forcë ose me pinca, t'i kapin gjuhën dhe kështu që kjo është një dëmtim, se ç'a ndodh? Ajo nofulla është e shtrënguar dhe kështu që ne nëse fusim gishta, do na i coptoj një. E dyta, nuk bëjmë asnjë veprimi. Mund ta dëmtojmë edhe pjesën e nofullës, pjesën e lëmbëve, çdo gjë dhe ne bëjmë një tentativë të tjetër. Njëra dorë tek mjekra, dora tjetër tek balli. Në këtë mënyrë ne kemi ngritur kokën lart dhe rrugët e ajrit janë të lira. Sepse hipoteza është kjo që gjua i ra gjua ati personit. Kjo është domethënë në përditshmëri. Hyri gjua brenda, themi ne në përditshmërinë tonë. Tani, nëse ndodh një fenomen i tillë, çfarë bëjmë? Gjaja e parë. Në asnjë mënyrë të shtrëngojmë nofullën për të munduar? Atëherë, tentativa duhet jetë kjo, du ta ngrejmë lart nofullën dhe koka pas dhe në këtë mënyrë hapim gojën. Jo ta hapim gojën duke futur duart brenda, ose një personat gjejnë metoda të ndryshme. Vetëm lart, nofulla ngrihet lart sepse është e lidhur gjua me muskull është, në vërtetë ngrihet lart dhe këtu kemi lirimin e rrugëve të frymarrjes, e kontrollojmë gojën e personit dhe në këtë moment duam të kuptojmë nëse personi ka frymshkëmbim, normalisht ka frymarrje, mund të ketë edhe pengesa këtu. Në këtë moment që ne bëjmë ngritjen e kokës, a lirohet pjesa e frymarrjes? Edhe i gjuhës kthehet në një normalitet? Këtu lirohen rrugët e frymarrjes dhe mund të ndodhi, duhet të dalë tek ajo që ka persona të cilët kanë shpëtuar vetëm me një ngritje të kokës pas. Pa bërë asnjë lloj veprimi tjetër. Jo më ne do mësojmë pastaj si të bëjmë reanimimin kardiopulmonar ose ringjalljen e zemrës dhe mushkërisë. Kur një person nuk ka puls, nuk ka frymarrje. Normalisht do ta demonstroj hap pas hapi aty, që duke filluar nga momenti si fillimi deri në momentin që ne do të kryejmë reanimimin. Këtu kemi edhe disa pajisje të tjera të cilët ne do t'i përdorim. Kjo është ambuja, po ta shikosh, ka maskën e vet, do teknikën e saktë përdorimit të saj, në rregull, dhe japim 2 frymshkëmbime, 1 dhe shikoj nëse ka ulje ngritje, ka fazë i kraharorit. 2. Tjetër. Kemi aparatin e glicemijës. Ju thatë që një ndër 2 teknika janë ngritja e kokës dhe ngritja e këmbëve. Janë teknika të cilat bëhet ose njëra ose tjetra, apo janë të dyja të lidhura bashkë me njëra tjetra? Në gjendje të fikti, do thotë që personi ka frymarrjen, por i ka rënë të fikët në moment. Dhe kështu që ne ta rikthejmë dhe ta zgjojmë një herë është vetëm ngritja e këmbëve pas në një karige, rreth 30 gradë, e ngrejmë këmbët dhe normalisht personi në gjendje të fikte ose lipotomie që thuhet në gjuhën mjekësore. Dhe kjo gjë që trajtohet me një herë dhe personi zgjohet. Në rastet kur personi nuk ka puls, do mësojnë nuk ka puls dhe nuk ka frym dhe ka një arrest kardiak, sepse çfarë mund të ndodhë? Arresti kardiak mund të hapësojë një hipertension. Mund të hapësojë një person i cili vuan nga zemra, një person i cili ka psuar një traumë, mund të hapësojë një rast epilepsie, mund të hapësojë një rast mbytje nga trupat e huaj, një fëmijë, një të rritur është bllokuar nga rrugat e frymarrjes. Çfarë ndodh? Bllokimi i gjatë i rrugëve të frymarrjes ndodh që zemra ka pushuar së funksionuari. Ne jemi ato që do ta aktivizojmë, do ta rikthejmë nëpërmjet reanimimit ose shtypjeve dhe frymshkëmbimit që do bëjmë artificialisht. Pra, ne vetë. Kështu që do ta bëjmë një demonstrim nëse doni. Jemi këtu përballë personit, normalisht e bëj këtu poshtë për faktin sepse është shumë e rëndësishme të ketë një bazament, e rëndësishme për faktin sepse kur të ushtojmë presionin, të ushtrohet në një bazament, nuk mund të bëhet në tavolinë, as në shtrat, as në dyshek, sepse ato shtypjet nuk kanë efekt.
Kjo është e gjitha. Pra duhet të sigurohemi që në këtë rast personi të jetë i vendosur. Do ta spostojmë gjithmonë. E para do ta sigurojmë, do ta lëvizim nga zona e rrezikut. Për faktin, sepse ne nuk mund të punojmë në një zonë të rrezikshme, zjarr, të rrymë elektrike, aksident e të tjerë, ne do ta spostojmë në një vend të sigurt, dhe kështu që ky është vendi i sigurt, e kam kontrolluar, e kam verifikuar dhe tani jam gati të jap ndihmën e shpejtë dhe këtu. Personi duhet i flasim përpara. Duhet i komunikojmë, zotri, zonjë më dëgjon, pse? Sepse do ta kuptojmë këtu nëse reagon ose jo, nëse është në gjumë, sepse ne mund të afrohemi në këtë mënyrë dhe këtu jemi. I flasim, e ngacmojmë të pjesa e supeve, sepse ka më shumë nerva, dhe kështu, zotri më dëgjon, ma shtrëngo dorën të lutem, më jep një reagim, je mirë, nuk po reagon. Atëherë afrohemi, gjë e parë kush është? Lirojmë rrugët e frymarrjes, sepse rrugët e ajrit mund të jetë të ngushtuara nga rroba. Nëse nuk kemi gërshër, mjete preshte të cilën ne do t'i presim shpejt dhe në këtë mënyrë e kemi improvizuar. E kemi liruar rrugët e frymarrjes. Tham pak më përpara, hapi kryesor është ngritja e kokës lart. E ngrejmë në këtë mënyrë. Nëse rrugët e frymarrjes do të jenë të bllokuara gjithmonë, Po, gjithmonë këtu do ta kuptojmë ne, sepse ne pastaj do ta dëgjojmë. Po për ta dëgjuar çfarë ndodh? Nëse nuk e kemi ngritur lart gjuhën, nëse nuk kemi ngritur lart e kontrolluar, nëse ka trupa të huaj, mund të ketë ushqim, mund të ketë ngrënë ushqim, mund t'i kenë rënë protezat personi dhe në këtë mënyrë ne e ngrejmë lart dhe këtu pasi e kemi kontrolluar, e kemi pastruar, kishim pincat këtu, nëse kemi pincat patjetër që do t'i heqim trupat e huaj dhe do t'i hedhim. Nëse kemi lëngje, çfarë ndodh? Nëse ka lëngje, e kthejmë nga ana tjetër, i derdhim, i pastrojmë dhe këtu e kemi gojën e lirë dhe rrugët e ajrit janë të lira. E qartë. Tani do dëgjojmë dhe do ndjejmë pulsin. Pulsi matet me mollzat e gishtinjve tek pjesa e arterjes karotide këtu. Edhe në këtë mënyrë unë pozicionohem për 10 sekonda, dëgjoj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Këtu, duhet të kërkojmë ndihmë. Nëse jemi profesionistë të shëndetësisë, patjetër që vazhdohet dhe ne jemi të trajnuar dhe certifikuar për këtë gjë, do t'japim rianimimin dhe frymshkëmbimin, por nëse jemi vetëm në rrugë, nëse nuk ka puls dhe ne jemi vetëm në rrugë, duhet njoftojmë patjetër. Njoftimi i ambulancës, numri 127, telefonohet, sqarohet qartë se ku jemi, vendi se ku është, një zonë të njohur, rrugë e tjerë të specifikuar institucion, për faktin sepse edhe ekipi që do vi duhet vi i përgatitur. Sa persona kemi në vendngjarje, sepse nuk mund të jemi nëse janë 2-3 persona dhe ti ke njoftuar për një person. Gjithmonë do referohet. Pra duhet jepet informacioni i saktë. Informacioni shumë i saktë duhet jepet. Do informohet dhe situata se çfarë ka ndodhur. Tham pak më përpara, mund të ketë një emergjencë, mund të jetë një tërmet, po themi, mund të jetë një rast përmbytje, mund të jetë një rast rrëzim, aksident në rrugë, pra do njoftohen të gjitha se si ka ndodhur situata. Ti shikon personin, tani ishim në fazën që personi nuk ka puls, nuk ka frymarrje, ne do bëjmë rianimimin kardiopulmonar, ose siç njihet, ringjallja e zemrës dhe mushkërisë. Kjo bëhet me shtypjet dhe frymshkëmbimin. Kjo bëhet nga një mjek? Atëherë, trajnimi vlen për çdo individ. Ne jemi fokusuar. Pra një individ i trajnuar, Një individ i trajnuar mund të bëj rianimimin, por edhe me disa instruksione bazike që mund t'i marrë dhe në për institucione të certifikuara që bëjnë trajnime. Kështu që ndihma e parë jepet nga çdo person. Dhe nëse ti je në një telefonat ambulance, do ta telefonosh dhe do i thuash ka këtë. Nëse do instruksione mund ta japin edhe ato. Por ne japim përpiqje mirë pasere të bëjmë dhe trajnime faktikisht. Jemi të fokusuar në trajnime të tilla për faktin që të ndihmoj shumë edhe përveç profesionistëve të shëndetësisë, kemi trajnuar dhe shumë persona të cilët janë të interesuar për të mësuar në shtëpi, në rrugë, në për institucione se si të veprojnë. Kështu që këtu jemi përballë situatës, ne do pozicionojmë, do ndajmë kafazin e krarorit në 4 pjesë dhe vendosim dorën tonë dominante e cila mushtet djathta në këtë rast, e lidh me dorën tjetër. Duart e mia do të jenë pingull, shpatullat për faktin për të shtruar presion dhe shtypjet do të jenë të tilla. Për 5 sekonda dhe 7 shtypje në këtë mënyrë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 shtypje do bëhen. 30 shtypje dhe nuk mund të bëhen në këtë mënyrë që shumica i bëjnë gabim ose i kalojnë përpara këtej, por gjithmonë duhet pasur kujdes. Mund ta dëmtojmë nëse nuk e bëjmë shtypje ne aty ku duhet mes kafazit të krarorit, anash mund të bëjmë një frakturë, një thyerje, por edhe mbi të gjitha nuk janë efektshme. Kështu që pasi kemi bërë 30 shtypje, do të kalojmë tek frymshkëmbimi. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse do japim gojë më gojë, apo do përdorim pompën ambus.
Nëse një person nuk do që të ketë kontakt fare me pjesën e personit, atëherë këto garzat që ne kemi, si që thami, i hapim garzat, normalisht mund t'jetë një tip vrime këtu, në mes dhe i bëjmë frymshkëmbimin. Bllokojmë hundën dhe japim 1, 2 frymshkëmbime 30. Në këtë mënyrë vazhdohet derisa të vi ekipi ambulancës. Kështu mund të shpëtojmë jetë. Atëherë vendosim kjo estetikisht edhe të mos duket keq, edhe vendosim të lartë dhe ju duhet të keni një zemër shumë të fortë, sepse unë teksa shikoja të gjithë mënyrën se si aplikoni të ndihmën e shpejtë, sigurisht që duhet të përmblidhemi edhe... Ne këshilla jonë është gjithmonë, në momentin e parë, kujdesu për veten, do me thënë shumë e rëndësishme është që ne të jemi të përgatitur situata të tilla, mos të panikosemi. Paniku na vret, shumë persona nuk ndërhyjnë, as nuk afrohen tek personi të cilët sot gabohet. Shumica thënë jo po mos është penalitet ligjor, mos të afrohemi. Afrohu te personi, komuniko. Nëse është e nevojshme, njofto ambulancën, rri pranë atij, foli gjatë kohës së cilës. Ndërkohë që ikën edhe koha, jemi në fund të bisedës sonë, çfarë këshille tjetër do të jepnim veç të gjithë teknikave që shpjegove deri më tani? Normalisht emisioni është shumë i rëndësishëm dhe ju falenderoj juve për ftesën. Edhe do të jemi sërish, patjetër me shumë kënaqësi. Unë dua të theksoj individëve e para dhe çdo subjekti i cili sot ka staf punonjës duhet të paktën të ketë një guti të ndihmës së parë, ta ketë aty dhe ta di ta përdori, sepse këto materiale që dim ne këtu jo vetëm t'i kemi për formale, se shumica kështu po bëhet në Shqipëri. Ne duhet të dim diçka, duhet t'i kemi të gjitha aty, një staf duhet të jetë i trajnuar, pra duhet të jetë i trajnuar, i përgatitur, sepse kjo varet edhe nga numri i punonjësve në për institucione, nëse ti ke një numër mbi 10 persona duhet kesh 2 persona të trajnuar dhe kështu me radhë vazhdon ajo cikli. Po të paktën një person duhet jetë i trajnuar, di të japin ndihmën së parë. Kështu që unë i bëj thirrje, merrni pjesë në trajnime, në kurse të cilet ju vlen, jo vetëm në punë, po edhe në shtëpi, në familje dhe në rrugë. Shpëtoni një jetë. I nderuar, të falenderoj shumë që ishe me ne në studio sot. Sigurisht që kemi shumë për të thënë mbi këtë temë, ndaj do të jemi në të tjera takime për të folur për të tjera momente të ndihmës, se si duhet të drejtohemi tek individët të cilët kanë nevojë për të marrë ndihmën e parë. Faleminderit shumë që ishe me ne.